Cili është shkaku dhe sebepi që e ka pru shoqërinë në këtë gjendje? Sa prej 3 voti thermor njerin me gjak të ftoft, fmi, vretmor njerin me gjak të ftoft, fmi. Cilët janë shkaqet dhe sebepet e kësaj? E para është imani i dopt. E dita është edukimi i dopt familjar. E treta është shoqëria e keqe, rrjetet sociale, papunësia që në bo badjavgji rinia dhe udhtimi pa prindër, jo në moshën e duhur. Këto janë bazat që e kam prue devijimin e rinis, prej fillore e të nalt.